Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Demenca është një nga çrregullimet më të përhapura të shëndetit mendor në botë tek të moshurit, e cila shfaqet si humbje graduale e funksioneve mendore. Ajo prek aftësinë për të menduar, për të mbajtur mend, për të përqendruar dhe për të kryer veprime të përditshme. Demenca ndodh si pasojë e dëmtimit të qelizave të trurit, të cilat vdesin në mënyrë progresive duke prishur ekuilibrin e funksioneve mendore. Me shtimin e jetëgjatësisë së popullatës, mjekësia bashkëkohore po përballet gjithnjë më shpesh me këtë problem. Demenca është një nga sëmundjet që karakterizohet nga rënja progresive e funksioneve të larta të trurit në një ose në shumë fusha, siç janë të mësuarit, kujtesa, gjuha, funksionet ekzekutive dhe vëmendja, duke cënuar pavarësinë funksionale të individit. Në gjithë botën numërohen 47 milion njerëz të prekur nga demenca. Me rritjen e jetëgjatësisë po shtohet ndjeshëm edhe numri i pacientëve me demencë. Çfarë shkakton këtë sëmundje dhe cilat janë shenjat e para që nuk duhet injoruar, a mund të ndryhyjmë për ta ngadalësuar atë? Në lidhje me këtë problematikë kaq delikate, e cila po rritet me ritme shqetësuese në mbar botën, do të diskutojmë me Dr. Astrid Tukimerin, specialisti i neurologjisë. Dr. Astrid, fillimisht na thuani se çfarë sëmundje është demenca dhe si manifestohet ajo. Demenca është një sindrom klinike e fituar, progresive, e cila prek domethënë aftësitë mendore, sidomos kujtesën, dhe e mjaftueshëm domethënë është e rëndë sa për të dëmtuar funksionin e individit ose personit të prekur domethënë, si dhe aftësinë e tij për të kryer domethënë funksione të përditshme. Zakonisht prek pacientët mbi moshën 60 vjeçare. Nuk përjashtohen rastet deri 50 vjeçare, mirë po nuk përjashtohen edhe rastet domethënë që fillojnë në moshën pas 40 vjeç. Sidomos rastet të cilat shkojnë janë të trashëguara, sepse ekziston një numër jashtëzakonisht i vogël i rasteve të cilat ekziston një farë defekti në një kromozomi 21, sidomos tek pacientët të cilët janë të sëmurë me sindromin Down, të cilët nëse jetojnë bashkë moshës 20 vjeçare, kanë prodhojnë një lloj geni defektoz, i cili bën mbi prodhimin e disa lloj proteinave në organizëm, të cilat faktikisht prodhohen normalisht, ekzistojnë në membranën qelizore të neuronit, po ato kanë një mbi prodhim nëse tek ata persona, edhe çojnë në krijimin e disa pllakave amiloide në zonat e caktuara të sistemit neuroqendror, proteinave tau ose disa lloje të tjera të proteinave si ribonukleina ose huntingtina, të cilat janë domethënë në sëmundje të caktuara të cilat shoqërohen me demencë, edhe shfaqen këtë lloj sëmundje. Normalisht është një sëmundje e cila megjithëse janë bërë jashtëzakonisht shumë studime, sepse ka një impakt jashtëzakonisht social, sëmundja domethënë e demencës. Nuk është gjetur një mekanizëm i saktë i cili shpjegon domethënë se pse ndodh domethënë demenca. Sepse demenca është një terminologji përgjithshme, mandej klasifikimi është jashtëzakonisht i madh, edhe forma kryesore është sëmundja e Alzheimerit. Nëse marrim edhe lexojmë në literatura të ndryshme, përdoren zakonisht dy terme për të përshkruar domethënë dëmtime trunore të cilat çojnë në disfunksionin intelektual domethënë të personave të prekur nga demenca. Një është atrofia. Atrofia është domethënë si plakje trurit e cila shoqërohet me pakësinë të masës trunore, po e pashoqëruar me reaksione të tjera përreth qelizës nervore të dëmtuar, e cila dallon nga degenerimi që është karakteristike e demencave, i cili është një term sa klinik ashtu edhe patologjik, sepse degenerimi i cili ndodhet te pacientët domethënë me demencë, përveç se paksimit të neuroneve, të zonave të caktuara të trurit, ai shoqërohet domethënë edhe me reaksione të tjera, ku produkte degeneruese aktivizojnë një sistem mbrojtës të organizmit, që është fagocitoza. Fagocitoza është procesi ngrënies së mbeturinave të dëmtimit të indit trunor. Në fillim ai është jashtëzakonisht i mirë, sepse i eliminon ato mbeturina. Mandej zhvillohet një proces brenda qelizës, domethënë, që është fagocitoza, e cila edhe ajo është në fillim është i mirë, sepse krijon një farmuri mbrojtës përmes proteinave, duke mos e lënë indin qelizën të dëmtohet, ai mbi prodhon proteina, krijon imunmbrojtës.
Mi po me kalimin e kohës, që ai mu i mbrojt, që ai mbi prodhimi i proteinave krijon fibroz, infibrotik, indivdekur, i cili nuk rigjenerohet. Leçi nuk rigjenerohet ai, por nuk lejon as qelizat e tjera domethënë të rigjenerohen. Edhe vetë qeliza e trurit është në përgjithësi e parigjenerueshme ose shumë e ngadalshme e rigjenerueshme ose vështirë e rigjenerueshme. Po gjithsesi këto procese mandej e vështirësojnë edhe më tepër të mos si problem. Si manifestohet demenca? Apo cilat janë simptomet kryesore të saj? Demenca karakterizohet me prekjen e pjesëve specifike të trurit, për shembull hipocampusi, që është një zonë e cila është përgjegjëse, domethënë për funksionet intelektuale, pjesët mediale të lobit temporal, një pjesë të përpashme të trurit, domethënë lobit frontal, temporal dhe parietal, janë përgjegjëse për funksionet mestike njohëse, agnostike, të folurit, të perceptuarit, të shikuarit, domethënë, edhe të kuptuarit. Edhe ekzistojnë domethënë neurotransmetues specifik në këto zona, të cilët janë përgjegjëse domethënë për të mirëmbajtur këto funksione. Në vitin 2008 në Amerikë ka pas 2 milion të sëmurë me Alzheimer. Sot ka dikun 7.2 milion banor. Në vitin 2050 pritet me pas 14 milion të sëmurë me Alzheimer, i cili është një problem jashtëzakonisht të rëndësishëm, sepse është problemi edhe shtetëror, edhe familjar, edhe social. Të sëmurë me demencë nuk është problemi që e prek vetëm të sëmurin. Mirë po e prek edhe familjen, e prek edhe shoqërinë, e prek domethënë edhe entitet sociale, e prek edhe shëndetësinë, e prek edhe shtetin. Tjetër gjë që ne nuk ekzistojnë institucione speciale të mirë të cilët mirën me këtë, me mbikëqyrjen domethënë e këtyre rasteve. Mirë po në botë ekzistojnë miliarda euro ose dollar për të krijuar institucione, për të krijuar ekipe, për të edukuar domethënë ekipe, për të edukuar familjar, për të trajtuar domethënë të tillët në shtëpi, sepse domethënë smundja është jashtëzakonisht e rëndë. Kush është karakteristika kryesore e këtyre smundjeve? Është harresa. Është interesant sepse as pacienti, as familjari nuk e din kohën e saktë nëse ku ka filluar. Jashtëzakonisht e fshet. Në fillim domethënë janë gjëra të lehta, të vogla, të cilat nuk vihen re, neglizhohen edhe nuk bëjnë përshtypje. Do të thotë shkojnë me vite tëra edhe nuk kuptohet domosht që pacienti ka filluar. Do të thotë smundja zhvillohet gradualisht. Jashtëzakonisht gradualisht shumë fshet. Sepse tash edhe një familjar, domethënë i cili jeton me një pacient i cili në tarën do të ketë demencë, ai nuk e kupton pse ai ka filluar me harru disa emra të cilët po vijnë pak më rrallë në familje. I ndodh gjithë. Nuk është që i ka ndodhur domethënë vetëm aty veç, edhe faktikisht neglizhohet. Kur shfaqet mënyra akute, edhe kur mbahet mend data fillimit për shembull, nëse ndodh koincidencë. Nëse pacienti ka një sulm iskemik, një goditje në tru, nëse ka për shembull në lëndim dhe është zhvilluar një hematom, ne e quajmë hematom subdurale, rritet presioni intrakranial, mandej përveç elementeve tjera ka të lashë domethënë edhe me demencë, me harresë. Nëse ka një infekcion sistemi nervor qendror, nëse ka një deficient në një vitamine, ato domethënë shërmesi trigger për me qitë në pa pacientin i cili veç ka filluar domethënë demencë. Përndryshe shkon me vite të tëra dhe s'kuptohet. Shenjat e para mund të jenë domethënë harresa e emrave. Pacienti fillon të harrojë emrat të cilët nuk kanë emrat e fëmijëve të vetë, emrin e vetë të gruas vetë, pezëm domethënë. Mirë po një person i cili vjen pak më rrallë. Pak më të lartë, ja. Fillon të zhvillojë një muhabet, bisedë me dikë, në ndërkohë mes fjalëve, domethënë harron të çet fjalë të cilat janë shumë të rëndësishme për lidhjen. Pyetje për të dhënë kuptim fjalisë, edhe ai domethënë faktikisht fillon edhe flet gjithmonë më pak, sepse ai e kupton se nuk është në gjendje ta formulojë një fjali të plotë për ta dhënë një bisedë tamam, edhe pastaj me kalimin e kohës ajo përkeçohet edhe më tepër. Për shembull, nëse i bën një pyetje pacientit, ai nuk di të përgjigjë, ai fillon edhe vetëm e shtron pyetjen tënde. E bën vazhdimisht në formë ekolalie, domethënë, e quajmë përsërit gjëra. E dyta, pacienti ose pacientja se sidomos femrat preken më shumë se sa meshkujt. Nuk ka ndonjë arsye, unë mendoj si arsye sepse femrat jetojnë më gjatë se sa meshkujt. Në përgjithësi edhe kjo mendoj domosht që pleshëria ka më shumë ato. Faturat që vinë tek shtëpia, gjërat të cilat i ka bërë për ditë, kalkulimet e ekonomisë familjare, nëse është personi domethënë demencë i ka bërë, fillon edhe i ngatron ti harroj, fillon të mos i bëj, të mos i di domethënë gjëra të tilla.
pacienti me kalimin e kohës bëhet i paavë, domethënë edhe në orientimin e themi viziospatial, domethënë të shikimit dhe të hapësirës. Çfarë është kjo? Sepse fillon të ketë ndryshime diagnostike edhe nuk din ti kombinoj gjërat për ta kryer një veprim të plotë. Veprime të cilat janë të habitshme. Pacienti ka vozit deri dje par dje, edhe ka parku makinën në garazh, nuk din ta parkoj makinën në garazh, do të thotë nuk din se si bëhet si veprim. Deri dje par dje është zhvesh vetë. Domethënë, ai në mënyrë instinktive mund ta bëj, po ti thua vishe këto, se zhveshet nuk din domethënë ta bëj renditjen e gjërave se si duhet kryhet një veprim i caktuar. I thuhet pacientit, është një tavolinë për shembull, këtu merr mbulesën, e cila ka formën e tavolinës, edhe shtroje domethënë ashtu siç është forma e tavolinës. Nuk din t'ia gjej anën, domethënë se si duhet ta shtroj tavolinë. E veprime të tilla të përditshme të cilat atë e bëjnë të paaftë. Për shembull, jemi në Prishtinë, ai banon pezëm në breg të diellit, e kemi sjellë në spital, edhe ti thu tregoma rrugën deri tek shtëpia. Në fare nuk e gjen. Është një gjë që e ka bërë për ditë me sy mbyllë e bën. Ai nuk di domon ta bën. Me kalimin e kohës nuk orientohet as brenda në shtëpi. Do të llogaritë. U thotë do të shkoj në banjo, edhe po ta lësh vetë për cjellësh, ai shkon te dhoma e xhumit. Domethënë ose ngatron dhomën tjetër, shkon tek dhoma e xhumit të fëmijëve ose te dhoma ndenjes ose në kuzhinë, mund të bëjë edhe veprime të cilat bëhen në banjo, edhe të cilat i bën dhomë xhumit ose edhe para mysafirëve. Unë vetë kam pas pacient që faktikisht ne edhe shpesh ndihemi keq kur shkojmë, domethënë sepse edhe familjarë vetë ka vështirë të tregojë ankesat e pacientit. Bën veprime, domethënë ekzibicioniste para mysafirëve, ai bën një pavetishme. Sigurisht. Ai nuk ndihet mirë, domethënë shpesh detyrohet me izolu edhe pe fëmijëve, detyrohet me izolu edhe pe të tjerëve, sepse ndihet keq kur një person i cili ka qenë jashtëzakonisht respektuar, një person i cili ka qenë jashtëzakonisht domethënë i ndershëm gjatë gjithë kohës. Një person punëtor të vit koha domethënë që mos ta ljohin familjarët e vet ose ku ta shohin në fazat avancuara dhe vetë pasqyra nuk e njeh. Domethënë humbet komplet aftësia optike domethënë për të bërë diferencimin qoftë tyrave, qoftë objekteve ose për përdorimin e tyre. Çka ndodh pastaj? Këta pacienta kanë edhe nganjëherë edhe sa elemente motorike që nuk janë shumë karakteristike domethënë për demencën, po shoqërohen, vinë me avancimin e smundjes. Cilat janë? Për shembull, ka pacientë që gjithë ditën vetëm lëvizin, çohen, nuk rrin këmbë, domethënë bëjnë lëvizje kot. Pas një qëllim caktuar, në po ti pyes nuk e din as vetë ç'i bën ato. Ka pacientë që rrin gjithë ditën në karrike, izolohen në shtrat, bëjnë vetëm lëvizje të gojës, flasin vetë me vete, mandej fillojnë të bëhen paranojak, fillojnë të kenë deluzione të xhelozisë, akuzojnë gruan ose të kundërta për xhelozi, për gjëra që faktikisht ekzistojnë fare, akuzojnë fëmijët e vet për gjasme, domethënë po ja vjedh pasurinë. Domethënë thjesht nga makinacione ose nga ato deluzionet për më të rëndave që ekzistojnë, të cilat bëhen problematike jo vetëm për pacientin. Beso domethënë 3 ose 4 anëtar familjes është e vështirë ose pamundur ta menaxhojë një pacient dement në fazën e avancuar. Doktor, në cilën fazë duhet kërkuar ndihmën e mjekut, pasi që po thoni se ka simptoma të ndryshme që fillojnë bukur herët apo jo? Sa më herë që ekzistojnë disa barna, të cilat mundohen domethënë që përmes rritjes së nivelit të disa neurotransmetuesve në sistemin nervor qendror, të cilët janë përgjegjës për inteligjencën, përgjegjës për kujtesën, të mund domethënë ta stabilizojnë deri diku gjendjen. Jo të shërohet, s'ka shans, nuk ka shans. Ai që thotë të shëroj demencën, po vjen keq, po ose nuk është doktor, ose thjesht është mashtrues. Për ndryshe kërkon botë nuk ka shërim domethënë demencë ose demenca Alzheimeri. Ekzistojnë disa demenca të trajtueshme. Sepse nuk janë vetëm demenca të smundje neurodegenerative me etiologji të panjohur. Ka edhe demenca me natyrë vaskulare. Ekzistojnë gjithashtu moshë e shtyër në përgjithësi. Ka probleme kardiake, por ka probleme të të gjakut të qafës. Edhe vazhdimisht gjujnë trombe të vogla, ndodhin mikroinfarkte, të shpërndara domethënë në përgjithësi në tru. Jo e tillë dhe mallë për shkaktuar paralizë. Mirë, po ajo dëmton një pjesë, një ditë tjetër ose pas një javë një pjesë të truajt. Po të kapi këto zonat që janë përgjithëse domethënë për
inteligjencën, hippokampusin, pjesët e lobit medial, frontal, temporal, occipital, gjitha, ai me kalimin e kohës fillon shfaq demencë. Nëse kjo kapet me kohë, trajtohet domethënë në mënyrë adekuate. Atëherë faktikisht kjo është demencë e trajtueshme. Demenca e cila shkaktohet nga hidrocefalusi nervotensiv. Hidrocefalusi është bllokimi i qarkullimit të lëngut tronor brenda, për arsye të njohura, domethënë. Qoftë për një infeksion, qoftë domethënë për një sëmundje degenerative, një tumor i lobit të përparshëm ose tumor i cili ka bllokuar domethënë qarkullimin e lëngut cerebrospinal. I rrit ventrikujt i shtyp këto pjesë domethënë që janë përgjegjëse për neurotransmitimin e acetilkolinës dhe kolilacetiltransferazës që janë domethënë neurotransmetues përgjegjës për inteligjencën dhe për kujtesën, edhe faktikisht ndodh domethënë demenca. Atëherë trajtimi në këtë rast nga neurokirurgu nëse është mund përmes shantit ventrikuloperoneal duke hequr lëngun e tepër, zvogëlohet ventrikujt edhe rikthehet domethënë kujtesa. Demenca tjetër mund të jetë e trajtueshme nëse shkaktohet nga një meningit, nga një encefalit, që është infeksion, inflamacion domethënë sistemi nervor qendror, e cili ku pacienti domethënë mund të ketë harresë, mund të ketë rregullime të sjelljes, mirë trajtimi në kohë adekuat mund të shkëtë, mund të shërojë. Sa i përket Alzheimerit, që është forma më e shpeshtë domethënë e demencës. A ka trajtim? Jo. A duhet të trajtohet? Po. Si bëhet trajtimi i këtyre personave? Qysh në kohën domethënë që janë bërë studimet dhe vazhdojnë të bëhen akoma studime. Janë provuar me vitamina me doza të larta, s'ka pas sukses. Janë provuar me vasodilatator, që janë zgjerues të ende gjakut të cilët të rrisin furnizimin domethënë e trurit me gjak, nuk ka pas sukses. Është trajtuar domethënë me antioksidantë të ndryshëm, nuk ka pas fare domethënë sukses. Tashti duke u nisë nga lloji i neuroneve të cilat dëmtohen në sëmundjen e Alzheimer, dhe duke analizuar dhe studiuar neurotransmiterët, të cilët janë përgjegjës të asaj pjesë të neuroneve të cilët ato pjesë të trurit që dëmtohen, që janë acetilkolina edhe kolinacetiltransferaza, të cilat janë dy neurotransmetuesit kryesorë, sepse këtu preken edhe neurotransmetues të tjerë, edhe domethënë serotonina, edhe GABAergjikët, domethënë janë disa neurotransmetues të tjerë, po këto janë kryesorë. Atëherë në botë përdoret në fazën fillestare, zakonisht domethënë përdoret donepezili, që është domethënë agonist e antagonist, domethënë agonist i acetilkolinës dhe antagonist domethënë acetilkolin transferazës, e cila faktikisht në mënyrë ndërsinaptike është një enzim acetilkolinesteraza, e cila bën zbërthimin e acetilkolinës. Dhe këtu domethënë inhibitorët e kësaj enzime bëjnë që acetilkolina të kalojë në sasi më të madhe në membranën postsinaptike dhe pastaj të arrijë nivelin edhe të përqendrimit edhe të vëmendjes, edhe të kujtesës. Një tjetër në fazat më të shtyra, domethënë është memantina, që është inhibitor glutaminergjik i në aspartil d aspartatit, e cila faktikisht përdoret në fazat më të avancuara, diku doza 20 mg. Tash, meqense është një sëmundje e cila ka impakt jashtëzakonshëm domethënë social. Në vendet e zhvilluara janë bërë studime jashtëzakonisht mëdha për të gjetur një ilaç. Sepse s'ka ndodhur, sepse ne nuk nalëm domethënë faktikisht pak edhe në s'ka ndodhur domethënë ato zonat të cilat edhe pse mekanizmi nuk dihet pse ndodh, por dihet se çka ndodh. Në zonat e sistemit nervor qendror, të cilat preken domethënë nga kjo sëmundje, kemi depozitimin e beta amiloidit, që është një proteinë e cila prodhohet nga vetë qeliza. Mirë, por për shkak të biprodhimit, ajo domethënë vendoset në qelizën e sistemit nervor qendror dhe e bën afunksionale. Përveç domethënë biprodhimit beta domethënë amiloidit, kemi biprodhime të qelizave tau, gjithashtu janë pjesë përbërëse e qelizës së sistemit nervor qendror, si edhe disa qelizave të tjera, domethënë ose neurofilamenteve neurofibrilare, ku dëmtojnë strukturën e qelizës së sistemit nervor qendror, por gjithsesi dëmtojnë edhe funksionin përderisa dëmtojnë strukturën. Tashti ka pacienta që i kanë domethënë këto ndryshime në tru edhe nuk kanë demencë. Mirë, po ne po flasim për pacientët që kanë demencë dhe i kanë këto ndryshime në sistemin nervor qendror. Studimet janë bërë për të gjetur domethënë disa antitrupa dhe janë provuar në kafsh, jo tek njeri, po në kafsh janë provuar për gjetur antitrupa të cilët i sulmojnë këto depozitime të alfa-beta domethënë amilazës dhe amiloidit, proteinave tau edhe neurofilamenteve neurofibrilare. Edhe deri diku domethënë në eksperimente që janë bërë në kafshë edhe kanë pas sukses. Mirë po, kanë pas jashtëzakonisht efekte anësore.
kanë shkaktuar shpeshherë një lloj encefaliti që quhet encefaliti autoimun limbik, i cili është shpeshherë zakonisht më i rëndë se sa vetë sëmundja. Sepse kohëzgjatja e kësaj sëmundje, Alzheimerit, llogaritet 5 vite prej momentit që vihet re për familjarëve. Duke llogaritë dhe kohën që nuk vihet re për familjarët se pa pacientëve, sepse ka një kohë gjatë e cila shfaqet në mënyrë të fshehtë, llogaritë ndikon 2 deri në 3 vite që shkon domethënë nuk kuptohet, se kohëzgjatja shkon ndikon 5 deri në 7 vite, edhe më tepër. Po në përgjithësi mesatarja merret të 7 vite për se fillon domethënë të shfaqet kjo sëmundje. Tash, a mund parandalohet? Jo. A mund vonohet? Po. Mund vonohet shfaqja. Si mund vonohet shfaqja? Duhet pacienti, sa i përket pacientit, duhet bëj aktivitet rregullt fizik, sepse na nuk e dim ku na do të shfaqet. Po kjo është një rregull i përgjithshëm për shumë sëmundje tjera, këtu përfshihet edhe demenca. Aktiviteti fizik gjithmonë. Aktiviteti fizik e rritet qarkullimi i gjakut, domethënë aktiviteti fizik ndikon në aspektin edhe fizik, po edhe psiqik. Kush merret me sport e kupton domethënë. 2. Ushqimi i shëndetshëm. Peshk, fruta, perime, vajulliri, gjëra domethënë të shëndetshme, zakonisht bio. 3. Nëse jemi hipertension arterial, duhet ta trajtosh me kohë, jashtëzakonisht me rregull, jashtëzakonisht strikt. Pse? Hipertensioni arterial është sëmundje kronike pa shërueshme por e trajtueshme. Nëse trajtohet me rregull, komplikacionet janë më të vogla edhe më të vonshme. Duke qenë presioni vazhdimisht i lartë në sistemin nervor qendror, ne po flasim sistemin nervor qendror, sa çdo kohë nuk bën dëm. Enë të gjakut, truri ka mekanizma të vetë mbrojtës. Zakonisht reagon domethënë me ngushtimin e gjakut, ose me lëna hiperpresioni i lartë në pacient tru. Në nivelin e kurvatura, në nivelin e kthesave të në gjakut, krijon dëmtime që bëjnë depozitimin e kësaj amiloidit edhe në këtë rast ndodh. Nëse ti e trajton siç duhet, qarkullimi i gjakut domethënë është më i madh në sistemin nervor qendror, duke mos eliminuar edhe këto pjesë që janë përgjegjëse për shfaqjen e Alzheimerit. Trajtimi i sheqerit, i glikemisë, të personat të cilët janë me diabet, përmes dietës, aktivitetit fizik, barnave të cilët e mbajnë në nivelin nën vlerat normale. Me tjetër mekanizma, plus edhe mekanizma të tjera shtesë, sepse glukoza është ushqyesi kryesor i trupit, po jo mbi masën e duhur, sepse ai shkakton domethënë dëmtime zakonisht të rënda, edhe të me gjakut edhe të trupit direkt. Trajtimi i dislipidemisë, rregullimit të yndyrave është një shkak. Obeziteti, duhanpirja janë faktor negativ. Në këtë rast domethënë këtë sa i përket pacientit. Mirë, po trajtimi i sëmundjeve me demencë. Këto raste është për shembull kur vetëm shfaqet demenca, duhet trajtohet edhe familjarët, duhet trajnohen se si duhet të trajtohet pacienti. Sa mund ndihmojnë familjarët? Familjarët ndihmojnë shumë. Je pensionist edhe ti ose e vllau ose kushdo, sepse këto ka impakt për gjithë. Jo vetëm për ata që jetojnë në të. 2 orë në ditë shkon lung shah. Shahu është jashtëzakonisht rëndësishëm për aktivizimin domethënë e trurit. Puzzle, do të thotë ti aktivizon vazhdimisht trurin, e ushqen trurin, krijon domethënë rezerva të mëdha, rezerva të tjera, të reja. Kjo nuk është para se mendoj domethënë ajo. Është gjë që duhet bërë domethënë te secili pacient ose të secili njeri që s'është fare pacient, mirë po që do me kontribu që truri i tij domethënë me funksionalizu. Kjo nuk është 100% e saktë, sepse të gjithë njerëzit ishin marrë me shat, të gjithë njerëzit kishin bërë puzzle, të gjithë njerëzit e kishin munduar trurin, sepse llogaritet që njerëzit që janë intelektual lexojnë më tepër, më pak ndodh kjo. Mirë po nuk përjashtohet. Po leximi gjithsesi i rrin numrin e qelizave të neuroneve edhe paktën e vonon. Nëse e ke për të shfaqet, paktën e vonon fillimin e shfaqjes simptomatologjisë. Aktiviteti fizike përmend trajtimi i depresionit. Unë kam pacienta 30 vjeçare ose 30 vjeçare dhe vinë thonë doktor po harroj, po s'është vërtet që po harroj. Na jemi duke biseduar tash. Unë po flas ti po më dëgjon. Nëse je i përqendruar te unë, ti mban mend çka kam thënë unë. Nëse si je i përqendruar te unë, ti mund të kthesh përgjigje. Sigurisht, po. Mban menazi, nuk është harresa ajo. Ai është mos fokusim, mos përqendrim. Mirë po një depresion i pa trajtuar si duhet dhe me kohë mund çojnë të ardhmë domethënë në krijimin e sëmundjes demente. Është trashëguese kjo sëmundje. Shumica e rasteve janë spontane. Në 1% të rasteve llogaritet që mund të jetë trashëguese. Mund të ketë familje që kanë disa anëtar me sëmundje të Alzheimerit ose me demencë, por nuk është trashëguese.
sepse po të nalim të analizojmë, e para nuk është e njëjtë si shfaqet domethënë problematikave, ankesave, kozgjatës së gjërat e tjera. Edhe e dyta, arsyeja pse kështu ndodh domethënë që mund shfaqet te disa anëtar të familjes është sepse të anëtarët e familjes të cilët jetojnë në një shtëpi mund të jenë të ekspozuar ndaj një faktori të jashtëm, toksik, metabolik, infektiv, edhe ka predispozit për shfaqje. Por në bazë të studimeve, vetëm në 1% jashtëzakonisht vogël të rasteve shkon me trashëgimi, defekti është në kromozomin 21, është një alel i cili bën biprodhimin e qelizave të beta-amiloidit, qelizave tau edhe neurofilamenteve neurofibrillare. Disa pacientë domethënë kanë më shumë beta-amiloid, disa të tjerë kanë më shumë proteina tau, por gjithsesi klinika është e njëjtë. Diagnostifikimi bëhet duke u nis nga klinika, nga historia e smundjes, nga të marrë dhënat që merr nga familjar, nga paraqitja, domethënë disa teste që bëhen zakonisht është MMSE, është Mini Mental State Examination, është një test neuropsikologjik ku vlerësohet folja, vlerësohet percepcioni, vlerësohet domethënë orientimi viziospatial, edhe një test tjetër moka domethënë është pak më i avancuar dhe ai ka të njëjtat parime të funksionimit. E dyta është CT-ja, gjizimi i thellë i kokës në raste kur s'ka rezonancë magnetike. Në momentin që ka mundësi për të bërë rezonancë magnetike, është rezonanca magnetike i kokës. Në fazat më hershme bëhet PET skani, positive emission tomography, që është një analizë metabolike e cila bën kapjen e hershme, për shembull në raste kur dyshohet për trashëgimi, për Alzheimer familjar, atëherë mund bëhet PET skani për ta kapë sëmundjen para se me shfaq simptomat. Edhe vrehen ndryshimet metabolike në ato zona të trupit që janë përgjegjëse domethënë për inteligjencën dhe për kujtesën. Edhe spesti është një tjetër analizë që bën vlerësimin e çarkullimit të gjakut në ato pjesë të trupit që janë përgjegjëse për këtë. Doktor, jemi në minutat e fundit të emisionit dhe për fund zakonisht kërkojmë këshillën tuaj. Cila do të ishte porosia jonë qoftë për dëgjuesit që kanë probleme të saj natyre, por edhe për të tjerë që kanë familjarë që janë prekur nga demenca. Atëherë porosia ime është kjo. Të gjithë familjarë, sepse pacientët që kanë këto ankesa, ata faktikisht nuk janë gjendje domethënë edhe të logjikojnë edhe ta kuptojnë domethënë situatën e tyre në shpeshherë. Gjithmonë duhet të paraqiten te doktori në momentin që i vrejnë shenjat e para të çrregullimit qoftë sjelljes ose çrregullimit ose të harresës ose të mos i bëj veprimet të cilat i ka bërë deri në atë moment. Mund të jenë domethënë për momentin diçka që nuk janë mund të mos duken të rëndësishme. Mirë, po sa më herët që fillon trajtimi, aq më i lehtë është domethënë trajtimi, aq më e mirë bëhet mirëmbajtja dhe kozgjatja e pacientit me pak simptoma është më e madhe. Për çdo lloj problematike që keni, qoftë një dhimbje koke të pashpjegueshme, qoftë një marrëmendje e cila faktikisht nuk po gjendet arsyeja, domethënë nga mjeku i përgjithshëm, lajmëroni te neurologu sepse mund të jetë një nga shenjat fillestare të demences. Doktor Astrid, nëse nuk e njeh për të shtuarën, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Stetoskop dhe ju dëshiroj sukses në punën tuaj. Faleminderit shumë. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin e sotëm. Faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe më tutje në valë të programit tonë.